Test 1. Mirëmëngjesi. Mirë, siç e njoftuar gjithë, sot është një ditë e veçantë për Këshillin Bashkiak, ndryshe nga procedurat e tjera që e nisim me pjesën e ligjshmërisë dhe pjesa tjetër ligjore. Sot do ta hapim me dhënien e titullit qytetar nderit të Vlorës, profesor doktor Kristaj Shkumes. Është një kënaqësi shumë e madhe, në fakt dhe ishte kënaqësi shumë e madhe për gjithë neve në momentin që shoqata adhetare kulturore e Vlorës dhe përfaqësuesi i saj zoti Ahmed Dema bëri këtë propozim për dhënien e titullit qytetar nderit të profesorit, kështu që të gjithë njerëzit, të gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak e kanë vlerësuar dhe kanë pranuar dhe kanë votuar pro këtë vendim. Kështu që urime paraprakisht, profesor, dhe me mirënjohje të thellë dhe nderim veçantë qyteti i Vlorës përkulet sot përpara figurës profesor doktor Kristaj Shkumes, një prej bijve më të ndritur të tij. Nëpërmjet një jete përkushtuar ndaj dijes, demokracisë dhe vlerave qytetare, profesor Kume ka lënë një gjurmë të pashlyeshme në historinë akademike dhe institucionale të vendit. Si studiues, si intelektual i angazhuar dhe si zë i ndershmërisë në jetën publike, ai ka qenë shembull frymëzimi për breza të tërë. Vlorën, qytetin e lindjes, nuk e braktisi kurrë në zemrën e tij. Përkundrazi, ai e ktheu asaj përkushtimin me vepra, me fjalë dhe me dinjitet. Në kohë sfiduese për demokracinë, ai qëndroi pa lëkundur në shërbim të së drejtës dhe të së vërtetës, duke udhëhequr institucione kyçe me ndershmëri të lartë, ashtu siç ishte edhe Komisioni Shëndror i Zgjedhjeve në vitet 97, që ishin vitet më të vështira të historisë shqiptare. Për kontributin e tij të çmuar, profesor Kume është nderuar me disa nga vlerësimet më të larta të shtetit shqiptar, përfshir urdhrin Naim Frashëri, titullin Mjeshtër i Madh dhe dekoratën Deri i Kombit. Sot, me krenari dhe mirënjohje, qyteti i Vlorës i jep titullin qytetar nderi si shenjë e respektit të përjetshëm ndaj një burri të dijes dhe të karakterit të lartë që me jetën dhe me veprën e tij ka ndriçuar emrin e vendlindjes së tij dhe të Shqipërisë. Faleminderit profesor dhe urime. Në nderim të profesorit, zoti Ahmed Dema, dëshiron të japi një fjalë apo kryetari? Unë kam shumë të shkurtër, më fal, profesor. Edhe kërkoj dhe ndjes si po flas ulur në fakt. Se në këto ceremonisht duhet të çojmë në këmbë, por meqense nuk kemi një kështu mikrofon lëvizës, po. Kështu me një ndjes të madhe. Po e nis fjalën time duke qenë shumë i lumtur, njëkohësisht edhe për funksionin që mbaj si kryetar bashkie i qytetit të Vlorës. Më vjen mirë
kemi filluar dhe po i shikojmë me shumë vëmendje pjesën e gjitha atyre që kanë lënë një gjurmë të madhe në historikun e zhvillimor të qytetit të Vlorës, aq më tepër duke dhënë kontribut real te pjesa akademike e saj. Dhe patjetër edhe ndihma e pandarë që ka dhënë vetë zoti Kume për qytetin tonë. Nuk është pak që të lëvizësh nga qyteti jot, të lindësh këtu edhe në një lagje me traditë të fortë, edhe me histori të fortë, siç është lagja Muradie, dhe pastaj të shkputesh për të bërë karrierën qoftë në investimin intelektual personal dhe pastaj për të kontribuar në shoqëri. Realisht ke qenë një nga ato personazhet që unë të kam ndjekur që fëmijë, kjo edhe për shkak se i mat kur është zgjedhur kryetar bashkie, emri juaj ishte pothuajse në çdo televizion, duke pas edhe angazhimin që keni pasur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, edhe është një kontribut, është një privilegj për ne që të kemi një nga bitë e këtij qyteti, dhe është më e pakta që mund të bëjmë, dhe këtë e them me sinqeritet plot, sepse përveç faktit që ke kontribuar në pjesën intelektuale të vendit, ke kontribuar direkt edhe për pjesën e kultivimit të gjithë atyre të rinjve, fakt që më pas kanë bërë karrierë dhe kanë dhënë ata kontributin e tyre, qoftë në aspektin shkencor, qoftë në aspektin akademik, edhe pastaj për të dhënë atë pjesën më të madhe të kontributit sa i përket zhvillimit të territorit shqiptar. Unë ndihem krenar që të jem pjesë e kësaj ceremonie, e them me sinqeritet plot edhe me krenari, dhe shpresojmë që ne të jemi të orientuar që këto lloj figurash si zoti Kume i kemi prioritet, sepse realisht na bëjnë neve krenar si qytetar të Vlorës. Kështu që urime nuk është asnjë gjë kjo që po japim ne sot, sepse ato çmime i keni marrë në fakt në nivelin më të lartë mundshëm në Republikën e Shqipërisë, kështu që ne jemi pak me vonesë, megjithatë me një ndjesë të madhe që u kujtuam vonë. Ju uroj suksese dhe të jeni me shëndet plot ju bashkë me çunat që keni të përkrah dhe me bashkëshorten, se dukeni si yje të katërt. Kështu që faleminderit shumë edhe urime dhe sukses. Zotja Medema. Nuk është vënd fjalimesh sot. Unë ju uroj që Këshilli gjenë mënyrën e bukur për të hapur mbledhjen, mbas në ditët lodhshme i dokinit. 3 fjali kam për të thënë. Ju falenderoj sinqerisht Këshillin, kryetarën e bashkisë, kryesinë e Këshillit, që të gjithë keni rënë dakord për ta nderuar profesor Kristaqin me dekoratën e nderit të qytetit. Njëkohësisht falenderoj për pjesëmarrjen sot se mund kishte angazhime të reja profesorin, dhe të uroj që të mos jetë e fundit kjo dekoratë e qytetit Vlorës, të ketë edhe të tjera, sepse puna juaj është me plot vlera, dhe e fundit keni besim të shoqata Labria që gjithnjë do t'ju dërgoj figura të tilla që të dëgjoj për krahjen e të gjitha palëve, sepse ne nuk i gjykojmë politikisht, por i gjykojmë në bazë të vlerave që kanë demonstruar dhe demonstrojnë për qytetin e Vlorës. Të gjithë urime. Faleminderit. Faleminderit zotja Medema, si kryetari i shoqatës statutare kulturore Labëria. Falenderoj për propozimin e bërë. Në emër të opozitës, profesor doktor Myzafer Elezi dëshiron të japi një fjalë përshëndetëse. Faleminderit zonja kryetare, i nderuar profesor Kume. Më lejoni që në emër të këshilltarëve të opozitës në Këshillin Bashkiak dhe në emrin tim personal të shpreh urimet më të mira për këtë titull të merituar. Është një vlerësim i kontributit tuaj gjatë jetës tuaj dhe ne jemi shumë nderuar që kemi votuar. Unë pata nderin që të drejtoja seancën e Këshillit Bashkiak ku u propozua dhe në votim kandidatura juaj si një personalitet i shquar dhe mori një votim unanim për këtë propozim të bërë, dhe unë dëshiroj që t'ju uroj të shpreh juve, bashkëshortes tuaj, fëmijëve tuaj urimet më të mira. E gëzofshi titullin profesor. Respekte. Mirë, afrohemi që të dekorojmë profesorin. Mirë.
Me vendim numër 21, datë 25/2/2025 të Këshillit të Bashkisë Vlorë, zoti Kristaj Shkume i jepet titulli qytetar nder i Vlorës me motivacionin për kontribut të shquar në zhvillimin e arsimit dhe ekonomisë kombëtare përmes veprimtarisë së tij si matematikan dhe studiues, modernizimin e institucioneve të ndryshme shtetërore, si dhe rolin kyç në forcimin e demokracisë vendore dhe proceseve zgjedhore në Shqipëri, ju jepet titulli qytetar nder i Vlorës. Brikena Sika është studente, është profesor shudhejës i temës së saj të doktoraturës, kështu që suksese në vijim, profesor. Suksese. Urime. Urime familja, urime gjithë. Urime, urime. E kam vlerësuar punën tuaj. Është ashtu, vërtet. Por shumë ndryshe është kjo. Të vlerësohesh nga qyteti tënd, nga bashkëqytetarët e tu. Është që ndjenjë jashtëzakonisht e veçantë dhe unë do doja që kushdo në jetë të kishte mundësi ta provonte këtë që po provoj sot. Ju falenderoj të gjithë nga zemra. Së bashku bëfshim gjithmonë më të mirën.
Vijojmë mbledhjen e Këshillit. Përpara se të fillojmë leximin e shpresës së lishmërisë së ardhur nga zyra e prefektit Qarkut Vlorë, kryetari i bashkisë dëshiron të japi fjalën e vet për rendin e ditës së sotme sepse duhet të largohet për një aktivitet me rëndësi. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt nuk ishte pjesë e rendit të ditës, është më shumë më vjen mirë që rikthehemi të gjithë bashkë sot, edhe pse ka qenë impenjative 2 muajt e fundit, sado që bashkia është munduar të jetë jashtë pjesës së procesit zgjedhor të paktën brenda orarit zyrtar, siç edhe ligji e parashikon. Megjithatë më vjen mirë që nuk kam parë, paktën unë provova fushatën time, kur ishte për kryetar bashkie, po edhe për parlamentarët mund të jemi një nga qytetet shembull sa i përket edhe pjesës së censurisë gjithë i procesi. Nuk ka pasur asnjë problem, edhe për këtu unë do të përgëzoj jo vetëm pjesën e njerëzve të angazhuar direkt, nuk e din se të gjithë kanë qenë të angazhuar në fushat, por në këtë rast duhet marr shkas nga prezenca e opozitës në sallë, edhe unë i përgëzoj realisht se kanë treguar vlera qytetare. Edhe më vjen mirë, pak rëndësi ka se si dalin rezultatet, sepse në fund ditës është edhe zgjedhje që bën vetë votuesi, pra komuniteti, por ka shumë rëndësi që ne ecim bashkë në të njëjtën rrugë. Edhe për këtë unë i përgëzoj shumë dhe falenderoj me zemër. Edhe shpresoj të bëjmë punë mira për Vlorën, siç jemi të gjithë bashkë këtu. Faleminderit. Mirë. Faleminderit kryetar. Vijojmë. Ndëvim të kërkesës suaj, numër 6256, fraksion 1, protokoll datë 29/4/2025, protokolluar me tonën me numër 460, datë 30/4/2025, si dhe me mbështetje dhe zbatim të nëneve 8 dhe 16 të ligjit numër 107, fraksion 2016, për prefektin e Qarkut i ndryshuar shprehemi si më poshtë. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 27, datë 29/4/2025, për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin mars 2025, bazuar në ligjin numër 44 fraksion 2015, kodi i procedurave administrative, neni 3 fraksion 1A, akti ka karakter individual. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 28, datë 29/4/2025, për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kurzuar për muajin mars 2025, bazuar në ligjin numër 44 fraksion 2015, kodi i procedurave administrative, neni 3 fraksion 1A, akti ka karakter individual. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 29, datë 29/4/2025, për miratimin e tavanëve përgatitor të ardhurat dhe shpenzimeve për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2026-2028, vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 30, datë 29/4/2025, për miratimin e marrëveshjes për pagesën me këse të detyrimeve të prapambetura për taksën e ndriçimit, pastrimit, gjelbërimit si dhe taksës së pasurisë për kategorinë familjare të agjendit shoqërie rajonale ujësillës kanalizime Vlorë, vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 31, datë 29/4/2025, për miratimin e listës përfundimtare të pjesshme të pronave të paluajtshme publike shtetërore që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Vlorë, të Qarkut të Vlorës, vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 32, datë 29/4/2025, për miratimin e marrëveshjes operacionale dhe shoqërisë TID Vlora për modelin BIT, vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 33, datë 29/4/2025, për caktimin e përfaqësuesve të Bashkisë Vlorë në bordet e institucioneve arsimore publike dhe jo publike, bazuar në ligjin numër 44/2015, kodi i procedurave administrative, neni 3 fraksion 1A, akti ka karakter individual. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 34, datë 29/4/2025, për miratimin e vlerës financiare të dëmeve të shkaktuara nga djegja e banesës së zotit Fishiri Rapaj dhe shpërblimi financiar nga ana e Bashkisë Vlorë, vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 35, datë 29/4/2025, për miratimin e vlerës financiare të dëmeve të shkaktuara nga djegja e banesës së zotit Arshi Legjini dhe shpërblimi financiar nga ana e Bashkisë Vlorë, vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 36, datë 29/4/2025, për miratimin e vlerës financiare të dëmeve të shkaktuara nga djegja e banesës zonjës Ornela Sejdia dhe shpërblimi financiar nga ana e Bashkisë Vlorë, vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 37, datë 29/4/2025, për miratimin e vlerës financiare të dëmeve të shkaktuara nga djegja e banesës zonjës Margarita Elezi dhe shpërblimi financiar nga ana e Bashkisë Vlorë, vlerësohet i lishëm. Faleminderit.
Vijojmë me miratimin e procesverbalit mbledhjes së Këshillit të Bashkisë të datës 29/4/2025. Pro? Lidhje, domethënë, skena mirë. $32 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, 2 pa votuar, miratohet. Abstenim, po. Atëherë, kalojmë rendin e ditës. Rendi të ditës dhe pikave të rendit të ditës është propozuar edhe një shtimi i një pike tjetër lidhur me miratimin e funksionimit të qendrës së zhvillimit PAK dhe qendrës komunitare editore, si dhe një ndryshim në VKB numër 111 datë 27/12/2024 për buxhetin e bashkisë për vitin 2025. Ky është një projektvendim që është diskutuar në gjitha komisionet, i propozuar nga Drejtoria e Financës, është një projektvendim që ju është dërguar gjithë këshilltarëve, kështu që së bashku me këtë projektvendim kalojmë rendin e ditës në votim. Pro? $33 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Vijojmë. Pika e parë e rendit të ditës, projektvendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin prill 2025, pro? $33 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Projektvendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kurzuar për muajin prill 2025, pro? $33 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit për periudhën janar-prill 2025. Drejtoria përkatëse ju lutem të marrë fjalën. Fjala për drejtorin e financës. Të nderuar këshilltar, përshëndetje. Administrata e bashkisë në mbështetje të ligjit numër 139 fraksion 2015 për vetë qeverisjen vendore, neni 44, neni 64A të ligjit 9936 për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, neni 6265, ligji 68/2017 për financat e qeverisjes vendore, për miratimin e buxhetit të bashkisë 2025, po jepi një përmbledhje të ecurisë të zbatimit të buxhetit për 4 mujorin e parë të vitit 2025 për Bashkinë Vlorë dhe institucionet varësi. Bashkia Vlorë dhe në veçantë administrata tatimore është angazhuar që në fund të vitit 2024 dhe fillim 2025 për evidentimin e gjitha problematikeve dhe subjekteve që operojnë në buxhetin e Bashkisë Vlorë. Po ju flas pak për të ardhurat e realizuara për këtë 4 mujor. Si pas rakordimit me degën e Thesarit, të
të ardhurat për këtë 4 mujor janë në 1000 lek, 1.343.614, një realizim prej 58.2% e të ardhurave që ne kishim llogaritur për gjithë 2025-ën. Duket premtuese faktikisht nga drejtoria urbanistikës në veçanti dhe nga drejtoria të ardhurave në Bashkinë Vlorë. Më poshtë po ju flas pak për drejtorinë e financës dhe të buxhetit. Çfarë kemi rakorduar? Ne kemi pasur si prioritet dhe kemi punuar në drejtimet e mëposhtme, sipas parimit, rikujtimit e detyrimeve të prapambetura, uljen e shpenzimeve operative të planifikuara, uljen e shpenzimeve për administratër pa prekur shpenzimet e domosdoshme. Administrata ka pasur në dispozicion për 4 mujorin fonde të çelura për përdorim nga dega e thesarit, nga të ardhurat e veta. Plani ka qenë në 1000 lek 238.810 dhe janë përdorur 149.951, ose një realizim 62.7%. Nga granti pa kushtëzuar, plani ka qenë 553.151 në 1000 lek dhe janë përdorur 304.665, ose 55%. Nga granti specifik, 385.798 në 1000 lek dhe janë përdorur 164.350 në 1000 lek, ose 42.6%. Nga buxheti i shtetit, 1.018.591 në 1000 lek dhe janë përdorur 346.858 në 1000 lek, ose 34%. Janë kryer pagesat sipas institucioneve dhe strukturave të miratuar nga Këshilli Bashkiak për vitin ushtrimor 2025. Mirë, drejtor, faleminderit. Ka diskutime nga këshilltarët, kush dëshiron të marrë fjalën? Janë diskutuar dhe në komisionet e ekonomisë. Është diskutuar të gjithë komisionet, nëse s'ka fjalë, kalojmë votim. Pro? Nuk votohet, jo, është thjesht raport monitorimi që në ministri. Qëtë ministri, thjesht. Okej. Po. Sepse kjo zakonisht ne rakordojmë në fund të vitit për taksën bujqësore. Pavarësisht se ke për 4 muaj, po ne në fund të vitit marrim një raport të hollësishëm. Pra, kjo që thash për taksa mbi tokën bujqësore 0%, që ju e dhatë një përgjigje dhe tarifa për zënien e hapësirave publike plazh, po, realizuar 75%. Janar, prill, plazh, ku di unë? Paguhet para kohë. Paguhet është para pagim. Para pagim. I merrni më përpara. 1% është taksa e fjetëve në hotel. Po, kjo realizohet në fund të muajit gusht. Po, nuk për të bëjmë raportin 8 mujor. Kreditor 0% dhe sanksione kundërvajtje administrative 0%. 4 mujor i parësh, nuk mund të pretendojmë të... Po, pra në muaj të vijim besoj... Po. Shumë mirë. Do mbajnë të fiksuara në rregull. Po, po. Faleminderit. Ka pyetje ose diskutime të tjera? Po, Sonja Elsa Bezhani. Përshëndetje, faleminderit të nderuar kryetare. Në Komisionin e Ekonomisë e diskutuam gjithë anëtarët e komisionit me prezencën edhe të disa drejtuesve të administratës së Bashkisë Vlorë dhe unë doja të theksoja lidhur edhe me pyetjet që bëri zoti Gjyheri për taksën e tokës bujqësore. Në komision u tërhoq vëmendje në fakt edhe për kryetarët e njësive administrative që duhet të kenë në vëmendje vjeljen e kësaj takse, do të thënë çfarë pune dhe çfarë programesh aplikojnë ata për ta vjelur taksën e tokës bujqësore. Të vjet në vëmendje kjo gjë në mënyrë që mos të lihet mbasdore, sepse jo gjithmonë çdo vit vjelja e taksës bujqësore të jetë në nivele kaq të ulta. Edhe përsa i përket taksës së hoteleve, akoma nuk ka filluar aplikimi i vjeljes tarifave për hotelet, sepse dim që kanë karakter aktiviteti sezonal, ndërsa për problematikat e tjera janë gjitha analizat që kanë bërë drejtorit përkatëse të bashkisë për ecurinë e aktivitetit të tyre në 4 mujorin e parë të 2025-s. Ju falemnderit. Faleminderit të nderuar zonja Bezhani, po zot Ibrahimi.
Faleminderit. Po vëre këtu të ardhurat janë me shkronja të mëdha fare, të këto shpenzimet, mezi lexojmë, nuk lexojmë, shumë të vogla. Është formati tabelave sepse nuk na lejohet ta dorëzojmë ndryshe, të jenë kështu i kërkon ministria, nuk është se i bëjmë ne. Është formati, ne vetëm e printojmë, është online. Po shoh te këto rrugët sinjalistika horizontale edhe është problematike e madhe në gjithë Vlorën. Nuk e mendoj me që diskutim, nuk e mendoj që ka një kosto të madhe sinjalistika në për rrugë. Jemi qytet turistik, po vinë sezoni dhe sinjalistik nuk ka, e kemi ngritur disa herë, nuk ka një diskutim, nuk ka një debat. Do kalojmë dhe te parkimet më vonë, te pikat të ndryshme, qa është bërë. Nuk e di ka në një drejtor të japi në një përgjigje për këto. Ka ardhur specialisti nga... Mirëmbajtje e trotuare, thotë. Që trotuaret në Vlorë vetëm që s'ka trotuare, nuk e di. Jo, të mirëmbajtura, jo. Jam ankuar për trotuarin në rrugën Pelivan Leskaj, ka kaluar linja për Vlora Marina, është hapur dhe tani është bërë si mozaik, e kanë shtruar ata për të shtruar duhet ta kthejnë në pikën fillestare dhe kanë bërë si mozaik tani. Nuk e di, s'kan parë një përgjegjës të bashkisë të viti kontrolloi ata. Këtë e kam ngritur dhe më para se të jeni ju në këtë pozicion, nuk e di. Doriana Ferrati nga Drejtoria e Infrastrukturës për Investime Publike Bashkia Vlorë. Të lidhur me shqetësimin e këshilltarit Besmi Ibrahimi, jemi në dieni të gjitha problematikave që ekzistojnë në qytetin e Vlorës, kryesisht lidhur me infrastrukturën rrugore për shkak të ujësjellësit që është duke kryer punime tani. Kompania që ka marrë përsipër këtë punë publike është duke vijuar me shtrimin dhe mbulimin e të gjithë kanaleve, të gjithë të cilat janë hapur me këtë problematik. Sigurisht që kontrollohet nga neve çdo gjë, por duhet të kemi dhe, po themi, pak durimin që të presim derisa të përfundojnë. Kanë filluar rrugët kryesore, një pjesë e tyre janë përfunduar. Sa të mbarojnë dhe pjesët e shtrimit të kanaleve, do vijohet dhe me sinjalistikën horizontale dhe vertikale. Kemi problematika lidhur dhe me sinjalistikën vertikale, sepse të them të drejtën i vjedhin dhe i heshin. Kemi pas raste që kemi vendosur sinjalistik vertikale dhe duke qenë se nuk u pëlqen një tabel për ndalim kalimi diku në një rrugë, ditën tjetër e kemi gjetur të hequr si tabel. Gjithsesi, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndërmarrja e shërbimeve publike, ka marrë masa për këtë, ka kryer ka çelur fondin lidhur me pjesën e sinjalistikës horizontale dhe vertikale dhe është duke punuar në segmente të ndryshme të qytetit. Nuk e di nëse keni pyetje tjetër. Faleminderit. Po, Sonja Luci? Përshëndetje, shpresoj të bëjnë shpejt mbylljet e këtyre kanaleve të ujësjellësit. Nuk e di shfa juaj kujt është, dim që duhet na jepni lekë të paguajmë ato gomat e makinave që kemi ndryshuar këtë muaj 10 herë se na u çan. Po nejse, unë nuk e di e përfshini ju apo jo pjesën e vorezave. Ju lutem, prijeni atë barin se do të jaj gjarë për njerëzit. Deri këtu futeshim për të vajtur atje, për të vajtë varezat e prindërve. Pastrojnin çik ato se keni shtuar dhe numrin e njerëzve që janë atje dhe ndërkohë ja, është prerë deri tek mezi, pjesa tjetër vete bari deri në gjuhë. Një lloj nuk e di pse gjëja më minimale që mund të bëni e lini në mes, deri te mezi punohet, pastaj pjesa tjetër është e pa pastruar ajo. Shikoni çik me kujdes këto gjëra. Njerëzit tash vën me dhimbje atje, shikojnë, kanë frikë të kalojnë. Kjo ka nevojë për tu parë për mendimin tim. Dhe dua të shikoj me prioritet pjesën e mbulimit të atyre se janë bërë rrugët copa të paktën midis pallateve për të ujësjellësit. Nuk është fa juaj direkt e di, po këmbgulja juaj duhet ta ndryshoj atë se njerëzit u prishën makinat. Unë nuk e di tani se pagojmë taksa, po makinat i rregullojnë vetë pastaj. Faleminderit. Faleminderit, nderuar zonja Luci. Ka dikush tjetër dëshirë të marrë fjalën?
Po, për... Qëfar? Ishte diskutim, jo, po ishte diskutim kjo, monitorimi. Po është diskutim. Me shifra, ja, shifra po lexoj. Shifra po lexoj, të rajoni numër 2. Po lexoj këtu makina. Këto se ekzistojnë fare, se unë jam në qytet, nuk e di ti... Mo qka po, unë jam qytet. Jo, po unë i shikoj. Po i shikon, ke pas në herë të bësh me këta? Jo. Po jo mua më lidh puna. Tu thot 5 kamionçina në 5 rajone të ndryshme, thot. Tani, në qoftë se është një gjë që ka bërë mirë bashkia në këto 2 vjet, ka shtuar këto kamionçinat që heqin beturinat në koshat e perave. Po kjo nuk është normale, sepse atje vën hedhin edhe njerëz gjithmonë. Policia bashkiake duhet të marrë masa për këtë, se nuk mund të vazhdoj. Nuk mund të vazhdoj kështu. Kjo është një problematikë që duhet diskutuar, edhe nga ne duhet diskutuar, nuk është se po pres edhe zgjidhje po pres nga institucionet. Tani zonja po thot vidhen këto tabelat. Kush e ka përgjegjësinë? Policia bashkiake, policia e shtetit, duhet ta denoncojmë. Dhe për kontenerat. Kontenerat janë me vendim të Këshillit Bashkiak. Shikojnë në Vlorë që lëvizën kontenerat sipas dëshirës. Nuk e di kush ka një mik, kush ka një sipas bizneseve. Kur kam dashur që të lëvizdojnë kontener për arsye pastërtie, nuk është me vendim të Këshillit Bashkiak. Kur shoh pasaj këtu s'ka kaluar asnjë vendim i Këshillit Bashkiak për kontenerët. I shoh të lëvizshëm ata. Lëvizin në pozicionin tjetër. Kush e ka përgjegjësinë për këtë? Në po. Mirë, nderuar këshilltar, faleminderit. Përgjegjësinë e ka, besoj ndërmarrja e shërbimeve publike. Mirë. Nëse nuk kemi diskutime të tjera, vijojmë me pikën tjetër të rendit të ditës, duke qenë se ky ishte thjesht një raport monitorimi, nuk është me votim. Më përmendi dhe emrin, po e shikoj që po vazhdon. Para punës, të gjitha që qëndrojnë, që tha, gjitha diskutimet qëndrojnë. Dhe është e vërtet që dikush nga bashkia duhet mbaj përgjegjësinë, dhe për atë që shkelet, dhe për atë që nuk bëhet. Sipas sektorëve përgjegjës, normalisht kanë nga një drejtor në krye dhe duhet marrin gjitha masat e duhura. Thjesht i thash të përqendrohemi te raporti monitorimit, pasi do të pëlqente që të analizoheshin për shifra. Sot jepet ky raport, jep llogari administrata e bashkisë se çfarë ka bërë 4 muaj, pra sa ka planifikuar, sa ka mbledhur dhe sa ka realizuar. Normalisht kur bëhet një raport i tillë, dalin dhe problematika të cilat qëndrojnë, dhe nuk po them që nuk qëndrojnë. Thjesht doja më të strukturuar diskutimin. Nëse ka ndonjë problem që e shikojmë që nuk po funksionon me mbledhjen e të ardhurave, pasi kjo pastaj përkthehet dhe në mungesë investimesh, apo nëse ka një problem të caktuar me investimet. Por nuk thash që nuk qëndrojnë gjitha problematikat që ngritën gjithë këshilltarët dhe mbështes Zotin Ibrahimi dhe çdo këshilltar tjetër për çdo problematik. Faleminderit. Faleminderit, i nderuar zoti Moçka. Faleminderit kryetare. Siç u diskutua dhe në Komisionin e Ekonomisë, një problematik është kjo e mbledhjes së taksës të tokës bujqësore, që nuk është se drejtori tha 4 mujor që nuk e kemi mbledhur, që është 0, dhe vitin e kaluar ka qenë shumë keq, është lënë detyra edhe herë të tjera dhe nuk është zbatuar. Nuk e di, na do marrim një përgjigje që është një taks, qoftë për tokat me qira, qoftë për tokat bujqësore, që nuk mblidhet asnjë lek. Me sa mbaj mend na vjet, vetëm komuna Shushic ka pasur një përqindje të caktuar. Komunat e tjera nuk i mbledhin dhe nuk zbatohet. Na mund të marrim një përgjigje për këtë gjë që është 0 dhe nuk ka asnjë pikë diskutimi. Meqenëse zoti Moçka ishte i shqetësuar që duheshin diskutime dhe gjëra konkrete për të gjetur përgjegjësit, nuk e di, na do marrim një përgjigje për këtë taks dhe për detyrat e KLSH-s që është lënë, gjithë tokat që kanë marrë me qira dhe nuk kanë paguar asnjë detyrim ndaj shtetit, të kthehen dhe të rjepen prap nga Këshilli për ata që kanë dëshirë të marrin dhe të pagojnë detyrimet. Presim një përgjigje. Faleminderit i nderuar. Tani me që po bëhen diskutime dhe është diskutimi përsëritur dhe është e vërtetë që është diskutimi përsëritur i zotit, jo vetëm nga zoti Gumbardi, nga të gjithë, bile raportin e kaluar monitorimit dhe kam diskutuar unë këtë problematik, por nuk zgjidhet duke ngritur thjesht problemin dhe duaj një përgjigje, Atëherë, në qoftë se ka një drejtori për kacet, të na thotë që mbledhen në tjetër se kush janë problematikat
një për një, do kush i mbledh, pse nuk i ka mbledhur dhe çfarë vështirësish ka gjetur apo ka hasur në mbledhjen e kësaj tarife dhe si mund ta ndihmojmë ne me një projekt vendim të caktuar nëse duhet ndonjë lehtësi. Vetëm kështu mund të japim zgjidhje këtij problemi. Nëse do të diskutojmë mbledhje për mbledhje, pastaj që ti nuk mblidhet do marrim nga një përgjigje e cila nuk do të sjelli asgjë konkrete. Pra dalëm për detyrë sot si këshill, meqense që nga shqetësim edhe i opozitës dhe opozitës besoj çdo këshilltari dhe vërtet është shqetësuese që në 0% mbledhja në 4 mujorin e parë, besoj do performojnë në 8 mujorin vazhdim, por prap nuk do arri atë parashikimin e kaluar, e parashikuar, objektivin themi, atëherë të lëm një detyrë për drejtorin, nuk e di kush është drejtoria për kace, duhet të ketë apo nëse janë një sit që e mbledhin. Okej, një sit, atëherë një drejtori cila është përgjegjëse në bashki dhe për ecurinë e njësive, a kush i ndjek një nga nënkryetarët, a nuk e di si i kanë ndarë se nuk e kam idenë e strukturimit, të marri 4 kryetarët e njësive dhe të bëj një studim se kush është problematika që nuk mblidhet kjo. Dhe të na thotë, e para punës nuk gjenden njerëzit për shkakun se janë në emigracion, por vinë një herë apo 2 herë në muaj. Çfarë shërbimi ofrohet këtyre? Pra po marr raste hipotetike se unë nuk jam ekspert i njësive administrative i mbledhjes së tarifave të ardhura. Por nga logjika, vinë 2 herë në muaj, marrin një shërbim, marrim në një vendim, bllokohet ai lloj shërbimi në momentin që nuk paguan taksën e tokës bujqësore. Flas një shërbim për tokën bujqësore e tjetër. Pra ka mënyra plot. Herën tjetër drejtoria për kacet na vjen me një studim të përcaktuar dhe ta gjejmë si mund ta ndihmojmë. Faleminderit. Mirë, faleminderit, u mbajtshëm i nderuar këshilltar, kështu që herës tjetër besoj që do të kemi një raportim apo një informacion nga drejtoria dhe nga njësitë administrative për kace. Vjojmë me pikën tjetër të rendit të ditës, projekt vendim për miratimin e listës emërore të familjeve dhe individëve përfitues të projektit për mirësimi i kushteve të banesave ekzistuese për komunitetet e varfra dhe të pafavorizuara për vitin 2025. Kemi ndonjë pyetje lidhur me këtë projekt vendim? Apo nëse dëshiron dikush të japi fjalë, të marrë fjalën lidhur me këtë listë? Atëherë me anë të këtij projektvendimi vjen në Këshillin e Bashkisë për të miratuar një listë me 25 familje dhe individ, të cilët në vitin 2025 kanë aplikuar pranë Bashkisë Vlorë për të përfituar nga programi i përmirësimit të kushteve të banimit për komunitetet të varfra dhe të pafavorizuara në projektin përmirësimi i kushteve të banesave ekzistuese. Baza ligjore është ligji 22/2018, datë 3/5/2018 për shtrehimi social dhe VKM 454 e vitit 2019. Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, e cila ambulon çështjet e strehimit në nivel kombëtar, me hapjen e thirrjes në dhjetor të vitit 2024, njofton të gjitha njësitë e vetë qeverisjes vendore për programet e strehimit që financohen nga buxheti i shtetit për vitin 2025, duke kërkuar të aplikojnë për ato programe që ata i gjykojnë më të përshtatshme se mund të zbatohen nga bashkitë e tyre. Bashkia e Vlorës ka zgjedhur të aplikojë pikërisht në programin që u theksua më përpara, për shkak se ka disa kërkesa të shumta nga familje dhe individ, banor të qytetit të Vlorës, po dhe të njësive administrative, të cilët posedojnë banesa, të cilat ose janë rrezikshëmbje, ose janë të amortizuara dhe ka nevojë për ndërhyrje dhe riparime të domosdoshme. Në relacionin bashkëlidhur projekt vendimit kemi shpjeguar në mënyrë të detajuar se kush janë afatet për të aplikuar pranë ministrisë për këtë program, sepse ka qenë afati 31 janari vitit 2025, lista e dokumentave që duhet të plotësojnë bashkitë për të aplikuar pranë ministrisë, kushtet e aplikimit, familjet përfituese, si dhe fondi që përfiton çdo familje dhe individ. Po kështu bashkëlidhur projekt vendimit kemi vendosur një tabelë e cila është pikërisht e përcaktuar nga ministria që mbulon strehimin. Ne kemi vendosur tabelën me 25 emrat e familjeve dhe individëve dhe në mënyrë të detajuar kemi vendosur të dhëna për të ardhurat e tyre, kushtet sociale, kushtet e pronësisë, sipërfaqet e banimit që ata kanë, numrat e pasurisë që përcaktojnë vendodhjen ku ndodhen banesat e tyre, si edhe vlerat e preventimit, të cilat kanë dalë nga grupet e punës në bazë të projekteve të hartuara dhe të preventivave, të cilat janë bërë në banesat, në fakt në këto banesa në bashkëpunim punojësit e bashkisë me familjet kërkuese. Nga vlera totale, nga preventivat e çdo familje, ka dalë vlera totale e preventivit,
që është për këtë vit për 25 familje, është 23.456.198.12 lek, dhe i është bërë kërkesa ministrisë për bashkëfinancim brenda fatit që ata kanë miratuar. Faleminderit e nderuar Drita. Ka ndonjë pyetje nga këshilltarët? Po? Po, i nderuar Mysafir Elezi. Përshëndetje të gjithëve dhe një herë. Zonja drejtoreshe, dëgjova me vëmendje sqarimi që ju bët. Shkoj që janë 25 familje në total, të cilët janë familje me probleme sociale apo të komunitetit të Rom, apo familjar të cilët kanë probleme me aftësitë të kufizuara. Kisha një pyetje në fakt, a ka veç këtyre 25 familjeve në Bashkinë Vlora, ka dhe familje tjera të cilat kanë nevojë për të përfshirë, dhe nëse po, mendoj që duhet të ketë një sensibilizim më të madh nga ana e njësive administrative dhe nga kryetarët e rajoneve, sepse mendohet që duke qenë se janë pjesa më vulnerabël e shoqërisë, ndoshta kanë pamundësi për të plotësimin me dokumentacionit. Mendoj se mund të jenë edhe më tepër. Pyetja që kam, a ka të tjera familje në dijenin tuaj apo vetëm 25-ja? Po. Faleminderit. Ligji për shtrimi social i detyron bashkitë që të njoftojnë, të informojnë të gjithë qytetarët në lidhje me programet e strehimit, të cilët janë të hartuar nga ky ligj, sepse realisht ligji për strehimin ka hartuar 6 programe të ndryshme strehimi. Në vitin 2019, me plotësimin e ligjit me aktet nënligjore, është vendosur njoftimi publik, pra në faqen zyrtare online të bashkisë, është vendosur njoftimi publik për të informuar qytetarët në lidhje me programet për të cilët ata mund të aplikojnë. Kështu që gjithmonë qëndron i shpallur në faqen zyrtare të bashkisë njoftimi. Njëkohësisht kemi vendosur dhe afishe në rajonet dhe njësitë administrative për programet për të cilat ata mund të jenë të interesuar dhe të aplikojnë. Ndërkohë, me ndryshimet në ligj, kemi përditësuar njoftimin në faqen e bashkisë dhe në muajin mars kemi vënë një njoftim të ri. Nuk ka afate të përcaktuara kufizime ku mund të aplikojnë qytetarë, domethënë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vitit ata mund të aplikojnë, por në momenti që vjen thirrja nga ministria dhe me urdhrin e kryetarit ngrihet grupi punës për të bërë procedurat, merren në shqyrtim familjet të cilat kanë aplikuar deri në atë moment. Ndërkohë aplikimet mund të vijojnë. E nderuar nën kryetare. Kohësisht për sa i përket asistencës së grupeve vulnerabël, gjatë gjithë kohës zyra informacionit të bashkisë së bashku me drejtorin dhe me kryetarët e rajoneve i asistojnë për plotësimin e dokumentacionit që është i nevojshëm pas jemi të vetëdijshëm që i përkasin grupeve vulnerabël kanë vështirësi në përdorimin e sistemit të e-Albanias, për këtë arsye janë grupet e punës në dispozicion të tyre. Deri për ato isha interesuar për asistimin që mund t'i bëj administrata e bashkisë shtresës vulnerabël shoqërisë. Faleminderit. Po, zonja Zoto? Përshëndetje, doja të pyesja familjet që jetojnë në gabinat e plazhit vjetër, a përfitojnë nga ky projekt? Nga ky program? Kushti kryesor që familjet të përfitojnë nga ky program është që familjet i kenë banesat në pronësi. Kurse te gabinat e plazhit vjetër, familjet janë strehuar në kushte emergjente për duke marrë autorizim për strehim të përkohshëm. Nuk kanë lidhje njëra me tjetrën. Mirë. Po. Do të besoj që është program tjetër që ka të bëjë me këto. Mirë, kalojmë votim, pro? $34 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Projvendim për miratimin e deklaratës për bashkëfinancim drejtuar Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit për programin e përmirësimit të kushteve të banimit për komunitetet e varfra dhe të pafavorizuara. Së është shenjit e procedurë. Ka lidhje me projekt vendimin, po, ka lidhje me projekt vendimin e parë. Vendimi më pashëm janë pjesët e njëjtës çështje. Mirë, po, Ministria në termat e referencës ka përcaktuar që nga kushtet për të përfituar nga këto programe duhet që lista emërore dhe deklarata për bashkëfinancim të miratojnë në Këshillin e Bashkisë. Vlera totale e projekt preventivave që
unë e përmenda pak më parë, mbi bazën e kësaj vlere kërkohet bashkëfinancim në ministri. Tek termat e referencës janë dy tabela dhe në bazë të ardhave vjetore të qarkut të Vlorës apo të qarqeve të tjera përcaktojnë dhe kufit e financimit. Bashkisë Vlori takon që po qartë. 20% ta financimit. Pro. Klodi. 34 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Projekt vendim për miratimin e subvencionit të qiras si përfitojnë familje dhe individët e prekur nga zbatimi projekt lidhjet rrugës Transballkanike me Superstradën Fier Vlorë sipas VKM numër 254 datë 9/5/2018. Drita e ka prap fjalën për këtë projekt vendim. Atere, nga zbatimi i projektit lidhja e rrugës Transballkanike me Superstradën Fier Vlorë në vitin 2015 janë prekur banesat e 31 familjeve, të cilat me vendimin e Këshillit të Ministrave 58 të vitit 2015 kanë përfituar qeran për 3 vite nëpërmjet entit kombëtar të banesave nga buxheti i shtetit. Në vitin 2018 del BKM-ja 254, pra e koriku 2018, e cila përcakton që familje dhe individët e kësaj kategorie nuk do të marrin më qeran e plot, por do të përfitojnë subvencion, i cili do të mbulohet 50% nga enti kombëtar i banesave dhe 50% nga buxheti i Bashkisë Vlorë, pasi të sqarohet të verifikohet situata social-ekonomike e familjeve. Nga 31 familje që kanë qenë atë moment, në vitin 2025 kanë aplikuar pranë bashkisë vetëm 7 familje dhe individ. Komisioni i strehimit duke shqyrtuar dokumentacionin, kushtet e verifikimit në terren dhe çdo dokument tjetër të përcaktuar me ligj, miratoi 6 familje dhe individ dhe një tjetër e skualifikoi për shkak se nuk është rezident në qytetin e Vlorës, ka aplikuar në fakt, por nuk është rezident në qytetin e Vlorës dhe i mungon një pjesë e dokumentacionit për anëtarët e familjes. Bashkë me entin e banesave kemi bërë se cili llogaritet për katëse dhe kemi rakorduar me subvencionin mujor dhe vjetor që përfitojnë këto familje. Pasi mirator. Mirë, faleminderit. Pro. Pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Projekt vendim për miratimin e familjeve dhe individëve që përfitojnë subvencionin e qiras në treg të lirë dhe vlerët e subvencionit qiras për çdo rast. Fjala për dritën pra, më pas për këshilltarin. Jo, janë të lidhur një projekt vendim që pak a shumë njët nga këshilltarët sepse vjen disa herë në vit. Ka të bëjë me subvencionin e qiras që përfitojnë familjet në nevojë, të cilat jetojnë me qira në treg të lirë dhe nuk kanë mundësi që me të ardhurat e tyre ekonomike të mbulojnë gjithë pagesat e qiras, për shkak të kushteve të vështira ekonomike dhe sociale. Kishin aplikuar në fakt 44 familje gjatë këtij viti, por Komisioni i strehimit duke vlerësuar dokumentacionin e tyre dhe krahasuar me dokumentacionin e përcaktuar me ligj, vendosi të miratojë 34 familje. Dhe në këtë projekt vendim bashkëlidhur është një tabelë e cila në mënyrë të detajuar ka përcaktuar të gjitha kushtet sociale, ekonomike, familjare dhe subvencionin mujor dhe vjetor që do të përfitojnë këto familje. Totalisht mbulohet nga buxheti i Bashkisë Vlorë i vitit 2025. Afati i përfitimit është 1 vjeçar, ndërkohë që aplikimet mund të vazhdojnë dhe për raste të tjera. Mirë, faleminderit e nderuar drita, fjala për zotin Ilir Aliaj. Unë në fakt jam, duke qenë se jam dhe kryetari i këtij komisioni, pavarësisht që nuk u plotësua korumi dhe datën e caktuar për këtë komision nuk u bë mbledhja, u përballa me një qytetare që ishte pjesë e kësaj liste, po për nuk e di për çfarë arsye ishte skualifikuar. Komunikova me dritën dhe personalisht dhe duke parë gjendjen që kjo zonja ishte në kushte shumë të vështira, u paraqit flas për qytetarin Ermir Qejvanaj, në fakt ishte bashkëshorti e vet dhe ishte me një fëmijë me aftësi ndryshe në karrocë dhe mu duk vetja shumë keq, u ndjeva shumë keq si këshilltar dhe si përfaqësues i këtij këshilli edhe që të mos përfshihet kjo familje, duke qenë se një nga pikat që nuk plotësonte sipas
bashkisë, sipas dritës, ishte që banesa që kishte marrë me qira ishte një banesë shumë luksoze. Dhe mendoj që me pak konsensus, mendoj që kjo familje duhet përfshihet në këtë projekt, se nuk është e udhës që një familje pa mundësi ekonomike dhe me aq më tepër me një fëmijë me aftësi ndryshe, besoj që është e mundur që kjo familje të përfshihet. Këtë kisha, nuk kisha në gjë tjetër. Faleminderit i nderuar zoti Aliaj, të lutem Drita, të lutem, mund të japësh një koment lidhur, është e vërtet kjo gjëja? Tani pjesë e procedurave është edhe verifikimi faktik në terren i kushteve të banimit krahasuar me kontratën e qeras. Sepse nga pikpamja të ardhurave, kjo familje ka vetëm një pagë të bashortit dhe një kujdestari, ka një fëmijë tetraplexhik. Ne verifikuam në terren së bashku me rajonin, sepse ndodhet te rajoni 4 dhe konstatuam që kontrata e qeras është brenda familjes e bërë me prindrit. Ndërkohë që ishte një shtëpi, ajo ishte vërtet me kushte të mira, por nuk do thotë sepse ajo do jetonte në shtëpi të pa kushte, por ishte. Atëherë për sa ka një fëmijë tetraplexhik, besoj që të gjithë jemi të ndjeshëm në situata të tilla, kështu që një pyetje, zona drejtoresh, lutem. Konstatimet që ka bërë kolegu këshilltar, zoti Ilir Aliaj, në gjykimin tuaj, janë të drejta? A meriton, a mendoni se ne mund të marrim një vendim për ta përfshirë edhe atë në listë, sepse fjalët janë fjalë të shumta avokatëllëk. Mund ta thuash një më qartë? A meriton familja në fjalë për të përfshirë apo jo? Në kushtet në cilat ka verifikuar komisioni dhe ka konstatuar kolegu jon. Faleminderit. Tani kjo familje realisht fëmijën e kishte në karros tetraplexhik, po ndërkohë për atë pjesë merr kempin, merr kujdestarin nga Tani ne detyrimet ligjore i kemi bërë, kemi vajtur dyert në banesë, kemi verifikuar bashkë me rajonin. Dhe është ajo pjesë që thash që Rita, me pak fjalë, për shkak është skualifikuar për hatër apo për shkak sepse shtëpia e saj ishte në kushte, ju e keni vlerësuar që ishte në kushte më kontrata e qeras ishte brenda familjes, do të thënë prindit ishin pala qiradhënëse dhe kjo ishte qiramarrëse. Ishte prindi i saj qiradhënës. A mundet zoti Ali ata na i formalizosh propozimin që ta dim votim? Përfshirë këto 34 familje, unë mendoj të shtohet dhe një të bëhen 35 dhe të kalojnë votim. Bëhet fjalë për një familje shumë në nevojë. Faleminderit i nderuar. Por nuk ka mundësi që të bëj kontratë. Po, për shkak se besoj të gjithë jemi ndjeshëm në situata të tilla, as më pak kur bëhet fjalë për një fëmijë dhe duke qenë se edhe kempi nuk mendoj se mjafton për të mbajtur një fëmijë me kushte të tilla dhe nuk i mjafton askujt, besoj që me propozimin e bërë nga zoti Aliaj dhe me emrat të ardhura nga drejtoria përkatëse ta kalojmë votim dhe ta shtojmë dhe nga 33 ti bëjmë 34. Të kalojmë propozimin e zotit Aliaj fillimisht në votim. Janë 34, po kalojmë propozimin njërë në votim, më pas kalojmë në votim emrat që janë propozuar nga drejtoria përkatëse. Kalojmë votim propozimin e zotit Aliaj? Për shtimin. Ermir Shejvanaj. 34 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Po zonja Begaj dëshironi të fjalën, më pas kalojmë votim këtë pikë të rendit të ditës. Në fakt e dëgjova me vëmendje propozimin e zotit Aliaj dhe më vjen goxha mirë për një propozim të tillë dhe mendova se mos ishte e njëjta familje që u bë para pak ditësh publike për zonjën Razie që kishte 3 fëmijë, një prej të cilëve kishte me sindromën Down, e cila vuante në kushtet e saj të banesës dhe nuk kishte ndihmë sociale. Tani, nëse jemi në të njëjtat kushte, pse mos ta fusim dhe këtë familje? A është bërë, është në ndihmë. Pra,
Pra e njëjta zonjë e cila u bë publike, ajo është e përfshirë në këto skema ndihmuese? Besoj ka djeni, zonja Drita. Lista është bashkëpunë për vendimit. Nuk ka një kërkesë dhe një aplikim të regjistruar pranë bashkisë nga kjo zonja që emri që u përmend tani, në fakt nuk ka aplikuar dhe nuk ka një kërkesë të regjistruar pranë bashkisë, sepse menjëherë neve do ta shqyrtojmë, do ta shikojmë qoftë pjesën e dokumentave dhe qoftë të verifikimin në terren aty ku ajo banon. Nëse nuk e ka bërë, atëherë ftojmë zonjën që ka këtë problematik të vi të parashitet pranë bashkisë Vlorë dhe të parashiti kërkesën dhe problematikën e saj. Sepse ndryshe nëse nuk ka bërë një kërkesë, ne asistojmë edhe në sqarimin dhe në përgatitjen e dokumentacionit. Vetëm të kemi kontakt, se nuk kemi. Perfekt. Nuk e di unë kush është, po s'kemi asnjë të dhënë. Nëse ja ke kontaktin, e nderuar Eda. Nëse Eda na jep një numër kontakti që ta... Po, por të vi të parashitet. Asha i rasti që ishte bërë... Më vjen habi sepse kjo zonjë e cila ka nevojë për ndihmë u bën shumë publike në për media lokale, po dhe në rrjetet e mëdha sociale. Domethënë, më vjen habi si nuk i ka vajtur. Atëherë, fillimisht duhet të ndajmë nëse është për strehim apo për ndihmë ekonomike. Me emri Razia, mbiemrin nuk e kishin publikuar, është qytetare e qytetit të Vlorës, me 3 fëmijë, njërin prej të cilëve e ka me sindromën Down. Më falë, është rasti që është bërë publik. E filmuara, ku shtëpia ishte në kushte shumë të vështira, e pa punë, dash më tepër me një fëmijë të sëmur. Pa është rasti që është bërë publik, po. Gjithsesi, unë besoj se të gjithë janë e kuptova, është rasti që është bërë publik nga faqet dhe në media këto ditë. Unë besoj se gjithë kanë dashamirësinë, Këshilli Bashkiak po që po, por që besoj që duhet parashitet tek administrata dhe jam e bindur që drejtoria përkatëse do i ofroj asistencë për plotësimin e dokumentacionit dhe jam e bindur gjithashtu që gjithë këshilltarët bashkiak do ta përkrajnë dhe do ta votojnë propozimin. Kalojmë në votim këtë rendite, këtë pikë të rendit të ditës, pikën 7, pro? Kalon votim bashkë me shtesën që u propozua nga këshilltari Ilir Aliaj. Sa vota pro janë, të lutem Sokol? Më falë, po. Ti jemi 33 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Projekt vendim për miratimin e privatizimit dhe të vlerës së privatizimit të banesave shtetërore të pa privatizuara. Drita është prap fjala për juve. Atëherë me anë të këtij projekt vendimi vinë për të miratuar kërkesat e 4 familjeve të cilat kanë paraqitur pranë bashkisë kërkesën për të privatizuar apartamentet e tyre që i kanë poseduar në bazë të kontratës së qeras me shtetin përpara vitit 92. Baza ligjore është VKM 179 e vitit 2020, e cila përcakton që familjet të cilat nuk kanë privatizuar banesat e tyre dhe i kanë poseduar në bazë të kontratës së qeras, procedurat kryhen pranë njësive vendore në bazë të dokumentacionit dhe të vlerësimeve që bëhen të përcaktuara në udhëzimin bashkëlidhur kësaj VKM-je. 3 nga këto apartamente banesa ndodhen në qytetin e Vlorës dhe një është familje komunitetit rom në njësinë administrative Shushicë. Familjet bashkë me kërkesën kanë paraqitur dokumentacionin, kontratën e qeras me shtetin para vitit 92 ose vërtetim që kanë qenë me qera dhe nuk kanë bërë privatizimin në vitet 93-95, i cili kur është kryer masivisht këto procedura.
dhe skicat e hartuara sipas të përcaktuara me VKM nga inxhinier i licencuar sipas matjeve në vend. Komisioni i Strehimit i ka marrë në shqyrtim të gjitha rastet, dokumentacionin, është bërë dhe vlerësimi i vlerës së privatizimit të bazë të tarifave të përcaktuara me këtë VKM dhe i kemi pasqyruar të gjitha në tabel. Mirë, faleminderit Drita, besoj se nuk ka diskutime lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, kalojmë votim pro. $33 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Kemi dhe pikën tjetër të rendit të ditës që shtuam në fillim, që është miratimi i funksionimit të Qendrës së Zhvillimit PAK dhe Qendrës Kombëtare Ditore si dhe një ndryshim në VKB numër 111 datë 27/12/2024 për buxhetin e bashkisë për vitin 2025. Është drejtoresha e Qendrës PAK, zonja Elita Grabova. Përshëndetje, është një projekt që është iniciuar nga bashkia dhe është fituar nga Qendra për Barazi Gjinore, pranë Qendrës së Zhvillimit PAK, Qendrës Rezidenciale të Zhvillimit PAK. Është një projekt që konsiston në krahas qendrës rezidenciale të krijohet edhe qendra ditore për personat me aftësi të kufizuar. Është 15 përfitues, fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuar, që do vinë nga ora 7:30 deri në orën 4:30. Kjo në ndihmë të familjeve që kanë persona me aftësi të kufizuar, që janë një prind i vetëm në familje, për ta ndihmuar që ata të punojnë, dhe është për 45 fëmijë të tjerë, përfitues të tjerë, të cilët do të vinë dhe do të marrin terapi individuale me orë të përcaktuara. Faleminderit, nderuar drejtoresh. Besoj që s'ka diskutim lidhur me këtë pikë të rendit ditës. Kalojmë votim pro. 31 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Faleminderit për këtë rendite. Tek pika të ndryshme, kush e dëshiron fjalën? Po, zotja Liej. Përshëndetje. Në emër të disa banorëve të lagjës Hajro Çakëri, do t'i lutesha shumë institucioneve të Bashkisë Vlorë, policisë, IMT-s, ujësjellësit, të gjitha këtyre institucione të marrin masa për heqjen e një lavazhue që është bërë shumë problematike në rreth të pallatit, fillon zhurma në orën 7 mëngjesi dhe mbaron në orën 9 darkës. Do të lutem shumë, pa u shkaktuar në një lloj incidenti nga banorët, të marrin masa për ta hequr. Është një lavazho që gjithë e dim, ka 12 vjet apo 13 vjet që ushtron aktivitetin, brenda aq më tepër që është zonë historike, është sheshi Flamurit, punon me ujë të pishëm, i ka të gjitha të këqijat. Aq më tepër që është dhe mu në rreth pallatit, banorët nuk vendot një fëmijë në gjumë. Tani kjo duhet marrë masa të ikit, kaloj. Është lavazhuat e shkallët e ngjitur me pallatin. E kemi poshtë balkonit, duke dhe sikur e kemi personale, s'kemi asgjë, po s'vëm dot një fëmijë në gjumë. Gjithë shkalla, gjithë ambienti aty me makina është merë. Shkallët e varezave të dëshmorëve, po. Na është kthyer domethënë në një tmerr. Po do han buko, po jo poshtë pallatit. Ose të vënë një orar. Unë mbaj shënim. Të vënë një orar, ka dhe një standard, në orën 10 të darkës. Aq më tepër Miroshja, unë nuk desha ta bëja këtu se nuk jam njeri që merrem me këto gjëra, por ka një kufi. Atëherë drejtori Miroshja e ka vendosur, ne e kaluam do marr 10 milion lek për rregullimin e shtëpisë, e ka mute porta me Demek Miroshja dhe ne duhet të rrim të dëgjojmë lavazhon në orën minutë. Tani ka një kufi, na ka vajt ku nuk mban më. Kaq. Besoj se drejtorit përkatëse. Në rast se nuk e zgjidhin drejtorit këtu, unë do ta vazhdoj më lart problemin. Në emër të banorëve jam dhe administratori i pallatit, kështu që i kam gjitha atributet për të shënim i nderuar këshilltar, do të keni një përgjigje. Fjala për zonjën Bezhanin. Mbledhjen e kaluar kam bërë një kërkesë lidhur me sistemimin e kazanëve, koshave të plerave në zonën urbane të qytetit.
Në fakt, kërkesa ime, bazuar dhe në kërkesën e disa qytetarëve, sidomos të atyre që kanë struktura akomoduese, hoteleri dhe restorante, lidhur me vendodhjen e koshave të mbeturinave urbane. Kemi kërkuar që të na jepej një përgjigje se çfarë pune ka bërë ose është duke bërë Bashkia e Vlorës për një hartëzim të ri të vendosjes së këtyre koshave të mbeturinave, ndërkohë unë kam marrë një përgjigje nga drejtoria e menaxhimit të mbetjeve urbane në Bashkinë e Vlorës. Nuk është kërkesa ime lidhur me aktivitetin për ndërmarrjen e menaxhimit të mbetjeve, jo. Kërkesa ime ishte për të rregulluar, po pra është ajo që ngriti dhe zoti Ibrahimaj pak më përpara në hyrje të mbledhjes, për sistemimin e koshave të mbeturinave në zonën e qytetit. Ato kosha që ndodhen pranë strukturave akomoduese, pranë objekteve të banimit. Të bëhet një sistemim dhe këtu unë besoj se duhet të marri masa drejtoria e shërbimeve publike në Bashkinë e Vlorës në bashkëpunim me ndërmarrjen e shërbimeve, në bashkëpunim ndoshta edhe me drejtorinë e urbanistikës, të sjellin një projekt vendim të ri pranë Këshillit Bashkiak për një hartë të re të vendosjes të koshave të mbetje, në mënyrë që Këshilli Bashkiak, ashtu siç u intereson edhe qytetarëve që preken nga kjo situatë jo e mirë, ta miratoj këtë projekt vendim. Faleminderit. Faleminderit e nderuar zonja Bezhani, në fakt për këtë lidhur me këtë kërkesë që dhe zoti Besti dhe zoti vetëm diçka ta të shtoj vetëm një frazë. Në lidhje me këtë që sa po tha zonja Elsa, te rruga e re, duke qenë se na bie rruga për të kaluar shpesh, është një pikë e kontinierëve që është në sens të kundërt të lëvizjes së mjeteve të pastrimit. Është mund mes të rrugës së re dhe ajo është burim aksidenti, sepse vetë makina ekologjike që shkon për të marrë koshat e plerave, duhet të parkoj nga ana tjetër, të marri plerat dhe pastaj të futet prapë në sensin normal të lëvizjes. Mendoj që në të njëjtin pozicion ai si pjacol të kaloj nga ana tjetër e rrugës, edhe është dhe në sensin e lëvizjes automjeteve dhe nuk është burim aksidenti. Këtë e kam përjetuar. Janë konstatime shumë të drejta, në fakt Këshilli Bashkiak janë paraqitur shumë kërkesa. Te rruga e re, që të gjitha janë në sensin e lëvizjes janë krahun e djathtë. Është vetëm ja pikë që është në krahun e majt. Duhet kaloj dhe ajo si shoqet, nga ana tjetër me sa duket nuk është se kanë, jo, nuk është çështje kjo. Thjesht që makina duke qenë dhe është dhe e madhe, shoferat e kanë shumë të vështirë që të pastrojnë nga ana tjetër. Këshilli Bashkiak në fakt janë paraqitur shumë kërkesa nga biznese, të cilat i kanë koshat e mbeturinave para biznesit të tyre. Unë kam folur personalisht dhe me drejtorin, njëkohësisht është nga Këshilli Bashkiak u është dërguar shkresa për kase, këtu kemi dhe nën kryetare e cila mund të japi një përgjigje për këtë situatë. Por që e vërteta është që kemi shumë kërkesa dhe nga këshilltarë, po dhe nga biznese dhe nga populli thjesht lidhur me një projekt të ri që duhet të bëhet dhe duhet të kalojnë Këshillin Bashkiak për rivendosjen e koshave të mbeturinave. Nga grupi me qënë se jemi duke jo ishte në përgjigje të kërkesa. Nga grupi punës është duke u përgatitur projekt vendimi dhe me shumë mundësi do të jetë në mbledhjen e ardhshme për të miratuar prej jush. Mirë, faleminderit. Po zonja Breshani. Me qënë se jemi në këtë lloj tematike për pastrimin dhe për lavazhot, nuk e qas një pikë dhe as një presje dhe nga vretja e Zotit i lirë për lavazhot, sepse duhet të krijohet një lloj standardi për të larë makinat dhe për të bërë këtë lloj shërbimesh. Jo kujdo që mund t'i teket për të larë makinat, duhet që të marrë një vend kudo dhe të bëj këtë lloj aktiviteti. Shumë bukur janë në zonat ku mbushen makinat me karburant dhe aty janë bërë lavazhe shumë të mira. Kjo nuk më përket mua, por është një vërejtje me vend. Gjithashtu dhe për koshat, unë si banore rajoni 2, kam një vërejtje shumë të madhe për 2 pika, e para për hartëzimin, që është shumë i domosdoshëm, por dhe për fashat e orareve të pastrimit të këtyre koshave. Aty në zonën tek rruga Pelivan Leskaj janë 2 pika të koshave, të cilat janë mbushura jo vetëm nga banorët, por dhe nga bizneset, me pretendimin se rruga e centrales duhet të rrije pastër dhe aty në përlagje, në brendësi tyre, aty duhet hedhë çfarë të duash.
mbeturina peshkut, bizneseve tjera. Dhe kam qenë në një restorant të hapur nga një shtetase italiane, që është aty mbrapa bankës Intesa San Paolo, dhe kishin ardhur shumë italianë të tjerë rezident që po drekonin, dhe çuditërisht në ato orar vjen makina e pastrimit dhe pastron koshat dhe të gjithë lanë ushqimin dhe u larguan. Ishte një veprim shumë i shëmtuar. Unë nuk e di se si janë fashat e pastrimit të koshave, po duhet të jenë pak të kujdesshëm dhe mbi të gjitha qytetarët ka nevojë për etik dhe për pastrim. Faleminderit, në fakt nuk është problemi vetëm i lavazhove, gjithashtu është dhe problem me serviset, janë dy problematika të cilat kemi 2 vite si Këshill Bashkiak që i kemi ngritur, por ende nuk është marrë në një vendim i posaçëm. Mirë, fjala për zotin Kryetare. E po na ka marrë malli për Anstelin. Jo. Unë kam një diskutim që ne na prek të gjithë dhe i them zonjës në kryetare, duhet ta shikojmë çik. Kote fundit kemi vënë re disa njerëz që e kanë pushtuar Vlorën. Janë parazit. Po të ishen njerëz në nevojë, ne do ta shtonim listën A34, 35, 36. Duhet të shikojmë Vlora turistike, po rritet, po këta parazit po bëjnë shqetësim. Është një gjithmonë tani shqetësim. Vite më përpara punonin 7 me 6 dhe iknin në Levan, Fjerë, Kurin, sot janë bërë banor. Flën, anë, purinojnë në rrugëve, ngacmojnë. Është shqetësim, shikojni me prioritet. Nuk janë kontra njerëz, nuk janë të varfër, se do të fosim listën e këture, po bëjnë shqetësim. Besoj që në këtë rast nuk është se ka vetëm përgjegjësi bashkia, po është përgjegjësi e policisë së shtetit, sepse kryesisht janë të ardhur në sezonin e verës për të bërë aktivitete jo të lishme, që ne dim shumë mirë se çfarë. I thash në kryetares i ka linjat të lidhet me policinë e shtetit, se po të gjithë të thoshe, ju thoshe juve. Dhe tjetra, na keni thënë fjallën për lëvizjet e qarkullimit, të senseve. Shikoni se po jurin prape ari. Do ta keni, jo do ta keni, se ne jemi bashk, jo do ta kesh me talash. Do ta kemi problem. Zambaku pret, ne jemi të kachëm, rrugët janë që keq, jo që keq, janë shumë keq. Pa u asfaltuar, por dhe qarkullimi në këtë kaos dyfishohen. Faleminderit. Fjala për zotin Arsen, faleminderit i nderuar zoti Kushta. Kthejmë përgjigje për pikën e parë, më fal. Mund të kthejmë përgjigje për pikën e parë për masat që kemi marrë së bashku me drejtorinë e Shërbimit Social Shtetëror të Bashkisë Vlorë për të koordinuar për çështjen e personave që cilësohen e ndatsak. Atëre Po, patjetër, me që se kemi këtu, po. Atëre përshëndetje edhe njerë. Në lidhje me pikën që tha këshilltari Kushta, ka shumë të drejtë, sepse ajo është një fenomen që po ndodhet dhe madje tash shumë i theksuar, por për të vetmen arsye që ne si bashki, ne kemi ngritur skuadrat e terrenit. Unë kam ngritur skuadrat e terrenit jo vetëm me punonjës social, kemi një bashkëpunim me Shërbimin Social Shtetëror, kemi bashkëpunim me Qendrën Vatra, që merret me persona të cilët janë në rrugë dhe janë ndatsak. Mirë, po këta persona, ashtu siç e tha dhe kryetaria e Këshillit, nuk janë shtetas apo qytetar të Vlorës. Ka vite madje që ata janë vinë në pjesën në kohën e turizmit, sidomos në pjesën e lungomares, në për lokale, kemi bërë ndërhyrje dhe operacione blis edhe me policinë bashkiake, edhe me policinë e shtetit, madje unë të premten kam kërkuar vetë, si drejtoresh, kam kërkuar një takim zyrtar bashkë me shefin e komisariatit, me punonjësit e mia sociale, për të bërë një takim të përbashkët vetëm për këtë shqetësim. Faleminderit. Nuk ndorrim dot ne. Ndorrim e ka shumë bukur. Ndorin policia e shtetit. Do shumë kujdes me shtetasit të cilët janë edhe komunitar dhe nuk janë banus në qytetin e Vlorës. Prandaj dhe unë kam kërkuar takimin ditën e premte në orën 12 në komisariat vetëm për këtë problematik. Faleminderit e nderuar drejtoresh, zoti Arsen. Alor përshëndetje, nderuar zonja kryetare, kam duke qenë se jemi në kuadrin e po flisim për pastrimin dhe sezoni turistik
ka ardhur, çka ka mbritur, jo vetëm në Vlorë, po edhe në njësinë administrative ku unë bëj pjesë Orikum. Jam shumë i shqetësuar dhe i drejtojmë dy nënkretarëve aty për problemin e pastrimit në Orikum. Unë e di që në qytetin e Vlorës pastrimi bëhet nga drejtoria e shërbimeve të bashkisë, kurse në Orikum është shumë problem, i ke koshat plot dhe mund t'i qenë në 3 ditë. Unë se di kush e menaxhon tenderin e pastrimit të Orikumit, po gjithë zona është e papastruar. Jemi në fillim ose në mesin e sezonit turistik dhe Orikumi duhet të kthehet, e kam trequr vëmendje edhe disa mbledhje përpara, duhet të kthehet nga administrata e bashkisë pak më shumë koka në njësia administrative Orikum. Atje punojnë në zyrën e shërbimeve, në ndërmarrjen e shërbimeve mund të jenë 20 apo 25 punëtor, po të futesh në Orikum, të dy anët e trotuarit të Orikumit janë të dyja të mbushura me barishte, të dyja të papastruara, unë se di çfarë bëjnë ata njerëz atje që punojnë. Kjo është shumë e rëndësishme pastrimi, sepse kemi kaq vjet që do bëhet landfilli, do vënë plerat atje, 2 vjet i kaluam ne, plerat janë atje ku janë. Dhe do të doja nga nënkretarja që të trikte çik më shumë vëmendjen kryetarit të njësisë administrative apo shefit shërbimeve atje, sepse është komplet i papastruar Orikumi. E dyta, puna e ndriçimit. Kam kaq vjet që them vetëm për dritat. Edhe para disa ditësh ikën dritat aty në Orikum, është komplet kaos total punë e energjisë. Unë se di kush e ka fajin, po problem dritat janë, e do jenë prapë dhe si vjet. Kam 3 vjet që them të njëjtën gjë, po e njëjta gjë është, po e njëjta situatë. Plus infrastruktura, rrugët janë bërën ca asfaltime tani para zgjedhjeve, edhe me që keni asfaltuar zgjedhjet e tjera do bien votat, se ne duam të asfaltuar atje që të votojnë të majtën ata. Po asfaltove. Kështu që janë gjithë rrugët copa, gropa janë mbushur vetëm ato rrugët aty në qendër të Orikumit, sa rrugë. Duhet të shikohet me më shumë vëmendje njësia administrative Orikum, sepse është në mëshirë të fatit dhe jemi 10 metra nga deti. Nuk është deti vetëm Vlorë, Lungomarje, Vlorë, pastrimi vetëm këtu. Të shikohet me më shumë vëmendje. Edhe tek kjo zyra e shërbimeve sociale, asaj zonjën, se bisedova pak me zonjën, duhet pak më shumë informacion, se ka shumë familje në nevojë në Orikum, dhe mënyra e sensibilizimit të informacionit të këtyre familjeve që ka nevojë për mbështetjen e bashkisë dhe për infrastrukturë, sepse i kanë shtëpi, ka familje që jetojnë vetëm, po nuk s'ka nga ta marrin vesh ata nëse nuk informohen, do hapin ata website-in e bashkisë të lexojnë se ka hapur bashkia listën për ndihmë, nuk e hapin dot ata. Duhet të sensibilizojmë që t'i njoftojmë. Nënkretarët, lutem, duhet të ta shikosh pak të punë e Orikumit. E ka merak. Atëherë, për pjesën e pastrimit, ju përgjigjet drejtori i ndërmarrjes së pastrimit. Ndërkohë që për pjesën e ndriçimit, më tej do t'ju flasë Doriana Ferrati, përgjegjëse në drejtorinë. Atëherë, përshëndetje, faleminderit për ngritjen e shqetësimit. Ndërmarrja e pastrimit aktualisht ka shtuar vëmendjen e saj në pjesën e njësisë Orikum, duke rritur edhe shpejtësinë dhe frekuencën e pastrimit të kontenierëve. Kemi bërë disa ndryshime në përmirësimin e infrastrukturës, do të thotë kemi vendosur kontenierë të rinj. Për pjesën e fshirjeve, po, në Orikum, po. Këto ishin edhe kuadër të marrjeve të masat të Giro d'Italias, besoj që keni vënë re, një aktivitet që na shkoi mbar të gjithëve. Ndërkohë shumë e drejtë shqetësimi për pjesën brenda qytetit e kemi konstatuar, do bashkëpunojmë me Selimin, kryetarin e njësisë administrative aty për të rritur prezencën e pastrimit edhe për të bërë më të mirën tonë për një sezon sa më të mbar. Faleminderit. Unë kisha 2 pika për të shtruar. E para është duke marrë parasysh rritjen e numrit të fëmijëve që lëvizin me skutera elektrik apo manual në rrugët e qytetit, shpesh herë pa mbikëqyrje, po krijohen burim aksidentesh. Dhe mendoj që duhet krijuar një vëmendje më e madhe qoftë nga policia bashkiake dhe qoftë edhe për ato struktura të cilat i ofrojnë këto skutera që japin me qera. Dita ditës ka disa numra aksidentesh të cilat përplasen edhe me makina, por edhe në për korsit e tyre. Duhet vendosur një limit moshe për këta individ të cilët i marrin këto skutera me qera,
por gjithashtu të kontrollohen pse jo dhe në terren kushdo që i posedon apo patjetër dhe strukturat që japin me qera, por policia t'i ndaloj edhe fëmijët. Ecin me një shpejtësi marramendse, cënojnë qytetarët të cilët lëvizin, këmbësorët, por gjithashtu i bëhen peshqersh edhe një shoferi i cili mund të jetë duke ecur në rrugën e vet dhe papritur vjen një fëmijë dhe të përplaset në makinë. Kjo gjë mendoj që duhet parë shumë seriozisht. Dhe e dyta, unë e parashtrova dhe në mbledhjen e kaluar, ju lutem të shihni pak shtimin e linjës së urbanit në rrugën transballkanike. A është bërë diçka apo shikohet kjo si çështje? Ka shumë qytetarë të cilët e ndjejnë nevojën e kësaj linje urbanit në rrugën transballkanike. Ju lutem një përgjigje. Faleminderit. Atëherë, pika e parë e pyetjeve. Lidhur me ndriçimin e Orikumit, aktualisht Drejtoria e Infrastrukturës ka bërë një plan për ndriçimin jo vetëm të qytetit të Vlorës dhe mirëmbajtjen që ka goxha problematika, po edhe në njësitë administrative. Aktualisht jemi duke shtruar një linjë të re në pjesën e Nartës dhe domethënë ka një plan për të gjitha njësitë administrative që do vijojë pjesa e ndriçimit të ri në të gjithë qytetin dhe në njësitë administrative. Nuk diskutohet që problematika ka, mundohemi të ndjekim bashkë me administratorët e njësive, ku një ndriçues i prishur, ku një i djegur, mundohemi të punojmë domethënë të gjithë qytetin lidhur me këtë gjë. Kështu që besoj se ka ndonjë. Ta them dhe pikën e dytë dhe pastaj lidhur me transportin urban. Atëherë, e kemi diskutuar këtë pjesën e transportit urban dhe me kryetarin, jemi duke diskutuar me shoqërinë që është duke ofruar shërbimin e transportit urban dhe së shpejti do vi me një propozim lidhur me jo vetëm me linjën e Transballkanikës, po me shumë linja të tjera në qytetin e Vlorës që duam t'i ristrukturojmë pak. Drejtoresha, kryetare, nuk e kisha direkt me ndriçimin e Orikumit si ndriçim, sepse ndriçimi, kur s'ka drita, se s'kemi korrent një, pastaj të bëjmë ndriçim. Ne kemi problem që s'kemi drita, s'kemi drita, bashkësia administrative Orikum, bashkë me fshatra, nuk kemi drita. Ti më thua mua ndriçim. Ne s'kemi drita me çfarë ndriçimi. E nderuar drejtoresha e re, se edhe nga e ke origjinën edhe nga zona jonë, ndriçimi në Orikum që mbuloni ju, që kur ka qenë një kryetar bashkie, duhet ja zë emrin. Kryetar bashkie që atëre është bërë bulevardi kryesor me ndriçim dhe ato të janë të gjitha pa llamba, të gjitha i hiqni fare të paktën. I zvendësoni me një, po i hiqni se është dhe kështu e shëmtuar. I hiqni fare, vini ndriçim tjetër, po ato i hiqni zvendësoni. Nuk e kisha direkt me zyrën tuaj, po e kam me dritat, nuk kemi drita, pastaj të bëjmë ndriçime të vëmë llamba e poça e. Ne s'kemi drita, kryetare të lutem. S'kemi drita, kryetare. S'kemi drita. Kjo jo po. Po ikën 2 vjet. Drejtoria e se kam unë. Bashkësia e Bashkisë Vlorës, kështu që neve ngrëm zërin ton këtu për na dëgjuar ndoshta dhe drejtorit përkatëse, por që nuk janë varësit Bashkisë Vlorës dhe ne nuk marrim dot vendime lidhur me këtë lloj problematike. Megjithëse të falenderoj për këtë zë që ngritet në emër të gjithë banorëve të Orikumit dhe patjetër që ndihemi keq për këtë gjë. Po zoti Kumbardi. Mbledhjen e kaluar bëra një kërkesë për skafet ose gomonet për korridoret ujore. Më ktheu përgjigje zoti Daud dje një përgjigje një shkres. Zyrat, po Dauti më dërgoi një. Po Dauti është institucion. Pa tjetër tani, pa Dautin juve si këshill dhe si bashki, keq më vjen, po nuk funksiononi dot. Është një fakt, është monument kulture, mbrohet me ligj dhe ne e respektojmë. Ideja është që nuk kisha arritur asnjë rezultat për korridoret ujore. Qyteti i Vlorës është
një zhvillim shumë i madh në fushën e turizmit ujor. Dhe mos të gjendet gjua që të ketë korridore ujore të vinë në ndihmë turistëve dhe këtyre operatorëve që kanë, kjo është për të ardhur keq që nuk është zgjidhur. Dhe derisa nuk është zgjidhur me shkresë gjerdi pra në takimin e dieshëm, i bie që edhe këtë sezon nuk do të ketë zgjidhje. Nuk është problemi im si person, po është një turizëm shumë i zhvilluar për qytetin dhe të bësh se hir, mos t'i japësh ndihmën gjithë këtyre operatorëve që punojnë në det është për të ardhur keq. Dhe e dyta, po shikojmë për çadrat që po mbushen ose te mbushen më shumë nga që ishin vjetë. Ne dëgjuam kryeministrin dhe shpresuam që do ta kish për vërtetë këtë radhë, që nuk do ketë më plazhe, pra do ketë plazhe do ketë dhe publike dhe private. Po siç po shikojmë brenda javës po mbushet dhe nuk do ketë vend për të kaluar nga trotuari në drejtim të plazhit. Nuk e di kush i kontrollon, kush i monitoron, por besoj që është një shqetësim i të gjithëve. Faleminderit, të dy e kisha. Albana, të lutem, një përgjigje për sa i përket studit. Faleminderit. Jam Albana Ruci nga Zura Informacionit Policisë Bashkiake. Kam informacion për shqetësimin e zonjës Begaj. Janë marrë masa administrative në lidhje me ankesën e saj ndaj subjekteve që operojnë ose kanë skutera ose monopatina. Gjithsesi, në bashkëpunim me drejtorinë e aseteve dhe të zyrës juridike në bashki, sinqerisht edhe janë në monitorim dhe subjektet që operojnë dhe në vazhdimsi kjo punë do vazhdoj për vënien pra përgjegjësisë të subjekteve që dhe për fëmijët normale që të gjithë jemi prindër dhe kemi shqetësimin të tillë që bashkëpunimi me ju edhe me qytetarët është konform dhe është një punë rezultative dhe për ne. Në momentin që vinë një shqetësim ke zyra informacionit, normale që do marrim masa. Duke dhe monitorimi i patrullave të policisë bashkiake është në vazhdimsi dhe i përditshëm. Ju falemderit se s'është ere parë që e ngrini si situatë, e kemi parasysh. Po, falemderit. Faleminderit. Përshëndetje. Atëherë unë dua të ngrë dy shqetësime. Shqetësimi i parë ka të bëj me zonën, ju lutem sepse janë dy shqetësime në fakt vërtet shumë të rëndësishme për cilat unë dua edhe t'i përcjell këtu në Këshill Bashkiak. Shqetësimi i parë ka të bëj me zonën e pallateve që ndodhen përreth shkollës Marigo Pozio. Banorët e këtyre pallateve, këtë shqetësim e kam marrë edhe më përpara, kanë të bëjnë pikërisht sepse në bodrumet e këtyre pallateve janë të mbushura me ujë. Krahas përmbajtjes së lartë të nivelit të ujit që kanë këto bodrume janë njëkohësisht edhe me mbeturina, duke krijuar një aromë të pakëndshme të rëndë, duke bërë njëkohësisht edhe një burim infeksioni, por edhe tani në stinën e verës që jemi paraprakisht edhe praninë e mushkonjave në këtë terren. Këtë shqetësim unë e kam përcjell në bashki edhe më përpara, njëkohësisht duaj që ta risjell sërish tani të merret një masë emergjente, sepse janë një grup i madh pallatesh dhe banorësh që banojnë aty, për të cilat jetesa është tejet e vështirë. Më besoni nëse do të shkoni dhe do ta shikoni situatën në të cilën ndodhen këto pallate dhe niveli i ujit në bodrumet e tyre dhe ndotjeve që ka atje, do ta shikoni se sa e rëndësishme është ndërhyrja emergjente nga zyrat përkatëse. Shqetësimi i dytë ka të bëjë pikërisht me banorët në lagjen Partizani, në lagjen Llonç. Ende janë pa ujë të pishëm. Ju lutem, si do të veprohet dhe si do të menaxhohet situata për pajisjen dhe për furnizimin me ujë të pishëm në lagjen Llonç? Këto janë dy shqetësime të cilat unë doja t'i bëja prezent në ditën e sotme. Faleminderit. Se dëshiron fjalën dikush nga administrata për t'i dhënë një përgjigje? Ta vazhdojmë. E nderuar nën kryetare, kush është nga administrata përgjegjës për këtë shqetësim që ngriti këshilltarja?
Për pjesën e furnizimit me ujë të pishëm do të komunikoj me drejtorinë e ujësjelljes kanalizimeve, pasi Për pjesën e ujit të pishëm do të komunikoj me drejtorinë e ujësjelljes kanalizimeve, pasi do dërgojmë një shkresë zyrtare sikurse ngrini dhe ju shqetësimin dhe ne do ta përcjellim tek drejtoria përkatëse që është përgjegjëse. Për sa i përket pastrimit të pallateve, duhet të koordinohemi, të pyesim kush është përgjegjësia e drejtë për drejtë, pasi nëse është hapësirë e përbashkët e pallateve, që është një menaxhim i përbashkët hapësirë e tyre kanë me administrim të tyre me administratorin e pallatit. Për këtë gjë duhet të koordinohemi dhe të marrim informacion tek drejtoria përkatëse për hapësirën, sepse ajo është hapësirë e përbashkët e banorëve apo jo. Nuk është publike, po është e përbashkët e pallateve dhe mund të jetë me administrator, por për këtë gjë do të komunikojmë dhe të shkojmë hapësirat ligjore në koordinim me drejtoritë tona. Faleminderit kryetare. Kisha një shqetësim të banorëve të rrugës Ali Demi, rruga e Spitalit. Atje po vendosen disa kangjella siç janë vendosur në rrugën transbalkanike që është bërë shumë mirë, por banorët, sidomos bizneset, e kanë shqetësim. Nuk e di sa është konsultuar me banorët dhe si do zgjidhet ky konflikt. Unë di që kanë vajt edhe në bashki e para. Rruga Ali Demi, rruga e Spitalit. E dyta në lidhje me rrugët që unë ngrit si shqetësim dhe është shqetësim për qytetin, të paktën rrugët që janë hedhur dora e parë asfaltit, të rrugët kanalet që janë hapur të ujësjellësit, pse të mos mbyllen, se atje është bërë testimi. Dhe kanë ngelur hapur, nuk e kuptoj pse. Ata kanë detyrim, derisa kanë hedhë rrugë dorën e parë, duhet ta mbyllin. E dyta, lidhur me kontenjerat, vrejmë që kontenjerat vjen sipas qefit, dhe po ta shikosh janë larguar shumë kontenjera nga rrugët. Banorëve u janë larguar. Ky shërbim është larguar nga banorët. Bashkia duhet ndërhyjë atje ku i takon, të bëhet skema të vendosem në vendim këshilli, po jo të lëvizin qytetarët sipas qefit. Drejtor, me qenë se jeni këtu, e keni gati për vendimin për Atëherë, ndërmarrja e pastrimit, siç e kemi komunikuar edhe në mënyrë private me zotin Ibrahimi, është duke verifikuar së bashku me rajonet dhe grupin e punës nevojat e qytetarëve dhe bizneseve, duke qenë që për mos të penguar, po themi, ecurinë e bizneseve, sepse disa vërtet kanë shqetësim, ashtu si edhe kemi ndërtime të reja të cilat sjellin si nevojë spostimin e këtyre vendopozitimeve, ose edhe kur kemi depozitime aktual, kërkohet numri ose shtimi i numrit të kontenjerëve. Për këtë jemi akoma në proces pune, besoj që shumë shpejt si grup pune, edhe ne si palë interesuar në këtë proces, do dalim me propozim për Këshillin Bashkiak. Për rrugën Ali Demi një përgjigje nga zonja Doriana Ferrati. Atëherë, lidhur me barierat në rrugën Ali Demi, para, domethënë 2-3 vitesh është bërë një projekt i tillë për këto bariera, i cili është miratuar dhe në Këshill Bashkiak. Dhe ato bariera do vendosen për arsye sigurie të rrugës. Dhe ndërkohë është menduar që në disa pika të vendosen vija të bardha që mos të bëjmë pengesë si për bizneset si për banorët e zonës. Ndërkohë aty ku ka rrugdalje të pallateve, rrugica normal që nuk do ketë bariera, po që si për pjesën e sigurisë, sepse aty kalon ambulanca, domethënë me një lloj shpejtësie në raste të caktuara, është menduar kjo dhe ndoshta në të ardhmen e gjithë rruga mund të vijojë të bëhet e tillë, sepse është një rrugë që kërkon një lloj shpejtësie të caktuar për korsinë e ambulancës. Do të thënë ky është një projekt i konceptuar dhe është menduar i tillë për të vendosur barierat. Neve kemi filluar, është vendosur bariera e parë në fillim të rrugës përballë me bashkinë dhe do vijojë deri te spitali. Pjesën e banorëve pastaj e kemi pasur në Koren gjatë gjithë kësaj kohe problematikat e tyre dhe patjetër që janë marrë parasysh dhe do vendosen vija të bardha. Nuk e di se edhe një pyetje tjetër që nga ju? Okej, ajo pastaj
Po, ndërkohë atë besoj e sqarova më përpara. Ata janë duke punuar, nuk janë duke punuar në një pikë, po janë duke punuar në disa pika të ndryshme, me grupe të ndryshme që po mbyllin kanalet. Ka një procedurë teknike që hidhet shtresa e parë, lihet një periudhë kohë sa të pësojë të uljen teknike të caktuar, pastaj hidhet shtresa përfundimtare ose tapet si themi ne në gjuhë teknike. Kam një me Franceskon. Në qoftë se është për të bërë ai studimi për vendosjen e kontejnerëve, në qoftë se e keni vënë re që në disa rrugë nuk ka vend për kontejnerët, po janë kontejnerë dhe janë pengesë për makinat. Dhe për të penguar dhe lëvizjen që heq njëri ku e çon kujdo qefi, duhet të planifikuar krahas asaj teorike planit edhe një vlerë investimi për të bërë vendin për çdo kontejner, që të mos ketë mundësi ta lëviz tjetri ku doj. Po pra, sepse po të shikosh te rruga e re dhe deri në Puz Mezinit janë në mes të rrugës kontejnerët. Faleminderit. Tani ne nga dje jemi pa ujë, shpresojmë, nuk e di, është në testima, në avaria, se kam iden çështja e ujit me shpresë të madhe dhe i lutem përgjegjësve në ujësjellës gjithë Vlora. Është bërë njoftimi, dakord, po pra, me shpresë, po pra, çfarë thash? Nuk e di, është avari, këtë se kam iden, është avari apo testim, nuk e kam iden çfarë është, po me shpresë që të zgjidhet se po vjen dhe sezoni turistik. Të shpresojmë që të zgjidhet dhe të përmirësohet cilësia. Po. Drejtoresh. Po, drejtoresh. Në fakt unë, sepse ishte raport monitorimi që parë dhe doli diçka, këtë duhet të ngrë. E kam ngritur dhe me zotin Daut, tabelat me emrat e rrugëve. Janë vënë këto tabelat me emrat e rrugëve, kush e di, ndoshta në 2007-2008. Shumë prej tyre janë dëmtuar. Nuk na kushton gjë që t'i zvendçojmë këto. Pse? Ne jemi një qytet turistik. Ai në Google Map e ka rrugën X me X emër, faktikisht ai nuk e gjen. Nuk ka asnjë tabel, pra nuk mendoj që është ndonjë investim kush e di. Ndoshta ndonjë neglizhencë. Pra zvendësimi i gjithë tabelave me emrat e rrugëve. E vinde po shumë mirë. Shumë, dakord, tani në qoftë se ka katër të papërgjegjshëm që vjedhin tabelat sinjalistikat e tjerë, të gjobitem me masa administrative dhe shumë e drejtë. Dhe unë në radhën e kaluar, ngrita një shqetësim, shiheni pak atë murin tek moli i naftës, sepse do bjerë, do të zënoj makinë në mes sezonit turistik, mund të ketë bllokime të rrugëve dhe mund të kemi dhe një humbje jete. Ai është vërtet rrezik. Në qoftë se kaq problemesh nuk e di, të merret masa. Ai është një rrugë, një mur, domethënë buzë rrugës që mund të bjerë gjysmën e kodrës të ta bjerë poshtë. Edhe do kemi në një humbje jete, unë nuk e uroj, por duhet të marri masa. Muri tek moli i naftës me këto referencat popullore. Faleminderit. Për parkimet e ngrita herën e kaluar dhe drejtoria më ka kthyer një përgjigje zyrtare, janë rreth 350 parkime që do të shtohen Vlorës.
Po se kur datë nuk ka. Ka ditë në njëri që kur do shtohen, kur do fillojë zyrtarisht. Kur? Jo, këto parkime me pagesë, këto rrugët. Ka njëri përgjigje kur do fillojnë, se e miratuam që vit në 24-ën. Nuk ka ndonjë investim të madh. Por ne do i miratojmë rrugët. Po kur? Kush e ka përgjegjësinë pra? Me erdhi përgjegjës zyrtare, era 350 parkime, rruga Bulevardi dhe te sheshi Flamurit, rreth 30. Në total 350. Kur do fillojnë? Se sezoni erdhi. Ka njëri përgjigje? S'ka përgjigje. Se sezoni do kaloj prap ky kaos. Vim vërdall, pyesim, s'vim përgjigje. Edhe një gjë, sekretar, kur bëj një kërkesa përgjigja shumë mirë të mbi mua, edhe këshilltarët e tjerë le të vi kërkesa, mos ta bëjmë pyetjen të njëjtën pyetje disa herë, që ta dim ç'a përgjigjesh ardhur, kupton? Që mos ta bëjmë, se ngrëm për koshat e ngrëm disa, e ngrëm për parkime disa. Nuk është e thënë që të jemi qendra e vëmendjes, të marrim zgjidhje do. Për usjellsin unë e kam ngritur disa herë, dua kontratën ta shikojmë se ne jemi pal me usjellsin. Ta shikojmë si është kontrata. Se të gjithë na thonë ana teknike, duhet vënë në prova, s'ka asnjë, është errësirë totale. Unë e di që janë më lart ato, pse ne po ta marrun koston, s'ka problem, po thot kryetari. Kaq kisha. Faleminderit kryetare. Disa banorë të lagjes Topana në rajonin 1, rruga Kujtime Meti, ankohen sepse projekti i ujit nuk ka shkuar vetëm për këto 4 familje. Dhe këto duan një përgjigje, as ndritshim, pra nuk kanë as shtylla elektrike, dhe as projekti i ujit nuk ka shkuar lart, pra janë lënë në mëshirë të fatit. Tjetër gjë, projekti i ujit nuk ka shkuar përsëri në lagjen tek uji ftohtë mbi shtëpinë e fëmijës. Janë 60 familje. Aty që nuk janë përfshirë në projektin e ujit. Po pra, ata kanë pyetur dhe kanë thënë që deri këtu e kemi projektin. Edhe në lagjen Topana, edhe në lagjen... Po pra, kanë thënë që nuk janë përfshirë. Tani banorët kërkojnë përgjigje pse nuk janë përfshirë, se s'mund t'i lëmë në mëshirë të fatit ata. Po kush e jep? Ku ta gjejnë përgjigjen këta? Këta janë banorë të Vlorës, janë 60 familje në lagjen në rajonin nëmër 2 dhe 4 familje në Topana në rajonin 1 rruga Kujtime Meti. Ata duan përgjigje, sepse janë dhe pa ndritshim në lagjen Topana, janë dhe pa ujë. Për pjesën e ndritshimit, patjetër që do ta shikojmë, thash jemi duke u marrë në të gjithë qytetin e Vlorës, po shikojmë çdo rrugë, po brenda ditës nuk i bëjmë dot gjitha, se është e pamundur. Tani jemi duke kërkuar dhe do hedhim një prokurim tjetër lidhur me furnizimin e materialeve elektrike dhe grupi joni sektorit të ndritshimit, patjetër që po merret në gjithë qytetin, po jo vetëm dhe në institut administrative për të bërë një shpërndarje sa më të mirë të gjithë fondeve. Ka filluar ndërkohë depozita e re po ndërtohet.
Gjithsesi mendoj që të gjitha problematika që janë ngritur janë marrë shënim këtu, do i referohet çdo drejtorie përkatëse dhe ne do kthejmë përgjigjet tona lidhur me të gjitha problematikat. Kemi diskutime të tjera, faleminderit shumë për mbledhjen e ditës së sotme, takohemi mbledhjen e radhës. Faleminderit.